Nëse s'ka president, kemi zgjedhje. Bisedimet për krijimin e institucioneve të shumë pritura nga qytetarët e Republikës Kosovës. Në emër të cilë qytetarëve flet ky? 13, 16, 19, apo të vetëvendosjes që janë shumicë? Në emër të cilë? Qytetarët Të zgjedhjeve që kanë votuar. e Republikës Kosovës, opozitarë, kanë vendosë që Albin Kurti mos me qenë kryeminist. Apo jo? Dhe të gjithë ne që kemi mbështet këtë opozit, përfshirë unë publikisht, dhe dhënien e votës për aleancën për ardhmërinë e Kosovës, votën ja kam dhënë. Ka mendu që nuk e mbështesin vetëvendosjen për të qenë në pushtet. Dhe duke mbështet edhe LDK-n publikisht, duke besu që janë kundër sekeqes më të madhe që i ka ndodhur këtij vendi, që është lëvizja vetëvendosje dhe Albin Kurti në pushtet, ky tash mund flet qytetarë që mezi presin mu kriju institucionet, cilat institucione? Po me dashtu në me votu Albini ja që i votën direkt. Nuk ta dha ty e ti me maqu votën atje. Së është kontraband besimi. Pra ndaj... S'ka mbetur rrugë tjetër vetëm për t'u angazhuar drejt për drejt politikisht. Puna? Po. Unë jam për çdo ditë i angazhuar politikisht. Me pjesëmarrjen zgjedhje. Me garu për na thotë. Vetë nuk krijoj subjekt politik, këto tjera që janë aktualisht nuk ma mbushin ma synin, kështu që veç me i prej flakt edhe unë se jarenit ku, si tjetër së më kam metë. Zëqala nuk ka hapësirë për krijim të institucioneve, ka qëndrime partijake që nuk mundsojnë krijimin e institucioneve? To na me kuptu njërë një sen që kjo është interesi e strategjia e Kurtit.